Zbardhet projekti për ndërtimin e parkimit nontoksor në Vlorë, një investim i rëndësishëm i cili synon të lehtësojë problematikën e trafikut dhe mungesës së vendeve të parkimit, veçanërisht gjatë sezonit turistik. Projekti, i cili është bërë tashmë publik, ka një fond limit të përllogaritur prej 595.332.000 lekësh dhe parashikon ndërtimin e një godine moderne parkimi nontoksor, si dhe krijimin e një hapësire të gjelbërt rekreative mbi sipërfaqe. Ky investim konsiderohet ndër projektet më të rëndësishme infrastrukturore në Vlorë, kryesisht në vitet e fundit, dhe që lidhet drejt për drejt me uljen e ngarkesës së automjeteve në rrugët kryesore dhe krijimin e më shumë hapësirave publike për qytetarët. Sipas projektit të publikuar gjatë kësaj të marte, objekti do të ketë një kat nontoksor i projektuar veçanërisht për të optimizuar kapacitetet e parkimit dhe për të ofruar kushte bashkëkohore për përdoruesit. Në katin nontoksor do të vendoset ekskluzivisht poste parkimi dhe ambiente teknike ndihmëse. Në total, projekti parashikon krijimin e 295 vendeve parkimi, ku 5 prej tyre do të jenë dedikuara për personat me aftësi të kufizuara. Gjithashtu janë menduar edhe hapësira të posaçme për mjetet elektrike, duke referuar tendencat moderne të transportit dhe mbrojtjes së mjedisit. Një element tjetër i rëndësishëm i projektit është krijimi një hapësire rekreative të hapur mbi sipërfaqen e parkimit. Kjo zonë do të transformohet në një park urban për qytetarët, duke ruajtur funksionin publik të sheshit ekzistues. Projekti parashikon gjithashtu ndërtimin e një strukture streze në skajin perëndimor të parcelës, ku do të vendosen ambiente mbështetëse dhe hapësira për parkimin e biçikletave. Zbardhet projekti parkimit nontoksor, i cili tashmë ka nisur dhe po zbatohet në zonën e Skelës pranë Universitetit Ismail Qemali. Parkimi do të jetë me 2 kate, sikundër po ndiqni edhe në këtë pamje të tij, në njërin prej kateve të parkimit nontoksor, ndërsa pjesa tjetër, thëndryshe, kjo pjesë e cila do duket sipër parkimit do të jetë një ambient i gjelbëruar, sikundër duket edhe nga ky projekt. Për herë të parë, Vlora do të ketë kështu një parkim nontoksor për të zgjidhur edhe çështjen e parkimeve, që me nisjen e sezonit turistik kryesisht dhe me ardhjen e emigrantëve dhe pushuesve vendase të huaj, bëhet një situatë emergjente për t'u zgjidhur. E megjithatë, parkimi mbetet për t'u shijuar ndoshta sezonin tjetër veror, për shkak se do duhet një afat i konsiderueshëm për zbatimin e këtyre punimeve. Ndërkohë, Vlora pritet të ketë edhe një tjetër parkim të madh publik në zonën e Lungomares. Mësohet se ky parkim tjetër nontoksor do të ndërtohet në sheshin e madh të Lungomares, duke shtuar ndjeshëm kapacitetet për automjetet. Të dyja projektet së bashku pritet të ofrojnë rreth 600 vende parkimi, një kapacitet i konsiderueshëm që synon të zbusë kaosin e qarkullimit dhe mungesën e hapësirave të parkimit, problematika që janë kthyer prej vitesh në shqetësim për qytetarët dhe turistët. Në sezonin veror, trafiku dhe mungesa e parkimeve janë ndër problemet më të mëdha në qytet, duke krijuar shpesh bllokime dhe lëvizje në qarkullim.